Në që kam ndryshu situata me votën e fshet. A i hop këtë teorit pikrisht për ato të cilën ju keni propozu dhe keni proklamu. Ndryshim, mos kontrabandim. Dignitet për se cilin përfasus politin këtë vend. Dignitet të cilin përshot të qytetare. Sa është dignitet që unik kryetari një partije deklarohet në emën të gjithë deputetve edhe thot krejt kanë miqit votën për para. Do me thonë tregon që ai absolutisht nuk ju beson as mandatit, as dignitetit e personalitetit tëne, pa ta do të mi fotografu ose mi publiku votën se në të kundërtën ai mendon që nëse e votojnë edhe e mbyllin edhe e vendosin në kuti, atëherë mund të jetë vota për Albulina Haxhiu. Ai ka dyshime se ju kanë thirrë deputetit. Ku është mandati i deputetit? Ju kanë thirrë deputet. Po jo bre, nuk janë deputet fëmi, morem falë, Fidan, nuk janë deputet fëmi të kopshti që duhet me i rujt prindi. Deputet janë deputet me mandat. Na kemi pas të njëjtë tonë, na kemi pas raste ku në votimin e fshet, jemi akuzu prej opozitës deri tashme, shqiptarët edhe tashme, që kemi thonë që ju po bëni presion mbi deputetë për një votim ose tjetër. Pse s'ka ndryshon situatë në votimin i fshat Mimozë? Pse du të me besu që ka me pas demokraci, ka me pas shprije vullnetit? Fidan, vishta kry mendimin. Ka pas raste ku na kanë thonë neve ju po ndikoni në deputet. Megjithatë ne me atë ndikim që ne na kanë thonë, 2 vjet e gjys, derisa nuk ka pas dakordim të krejt palëve, nuk kemi mri me zgjedh gjykatës në gjykatën kushtetuse. Ne kemi pas rast ku kanë kalu kandidatët për Këshillin Prokuroral të Kosovës, të cilët janë konë të propozuar ose të mbështetur prej opozitës me votim të msheft. Ka raste të njëjta me votime të tjera të mshefta. Pse duhet në vlerësimin kur ne jemi gjyku si grup parlamentar atëherë i Lëvizjes Vetëvendosje Guxha dhe Alternativa, me pas një standard në të cilin ne qenë kemi ata që mundohemi mi kontrollu deputet, që s'ju besojmë që kemi diktatur, përderisa sot këta publikisht dalin edhe deklarojnë. Kanë dalë mesazhet Mimozë të ju lexu fjalimet që ju kanë ardhur pi partisë deputetit. Po, a din sa deputet kemi qenë ne në grup parlamentar? 58 deputet, normal që duhet me pas asistencë ose këshilltar të cilët kanë me shkru fjalime, cilat ju këtu të na, po në krejt votën edhe që katë opozitës i kanë njërë. Të ju duhet me qenë normal, duhet me qenë normal të Lumir Abdiziku, i cili thot, deklarojnë publikisht, deputetet tina që ju kanë ftu për njerëzve koalicionit, për njerëzve të ofër, ju ka dhonë oferta, ju kanë përmëtu pozita, ju kanë përmëtu marrëveshje të ndryshme, dealat të ndryshme, e kanë deklaru publikisht. Nuk po foli për Anton Çuni. Jone për figurave... Grup parlamentar kur është përmend, në grup parlamentar është nuk është e vërtet. Tash unë nuk e di, a mi besu dikujna në grup parlamentar në përgjithësi që ka deklaru për këtë çështje, apo mi besu zotit Çuni, me krejt vullnetin për mi besu. Çka kom di unë për shembull shpesher që ka folaj në kritika, prej meje e deri të gjithë të tjera që kanë qenë pa vërteta, tash unë e përbes, kom pak hezitim i besu që sa i fjale që i kanë ofruar ati ministri. A e kupton? Është çka që thjesht, që në momentin kur ti e rëndon kredibilitetin në çështje të cilat nuk janë kredibile, ose e vendos në çështje që nuk janë të vërteta, unë kom pas dyshimet e mia edhe për çështje që na është mundet me qenë të vërteta. E martë mirësin se cilën deklaratë të dhe qyti. Unë nuk jem po unë i referona deklaratë publike. Një që shkëm i referua deklaratës tonë sot. Mimoz, a nuk e shton dyshimin, pikrisht insistimin për vote e fshet? Pasi tash më po dinë, si nuk jem votat, a nuk e shton dyshimin për këtë shpërdorim të votës? Edhe interferim të deputetëve. Unë e të njëjtën i kom thonë publikisht edhe privatisht deputetëve të opozitës në hyrje dalë prej seancës se komunike me kontakt tjetër s'kom pas me ta. Pse s'po votoni kundër? Se s'po votoni kundër e rëzoni, a jemi na 57 në total, prej tyne 56 për një kundër, ju jeni 63, 64 me veton Berishën i cili po voton kundër këtij komisioni. Pse s'po marrim pjesë në votim? Pyetja jeme dhe pyetja e gjithë grupit tonë parlamentar në këto ditë të fundit ka qenë, pse nuk po merrni pjesë në votim? Çka ndryshon pjesëmarrja në votim tim në bazë rregullore? Erxon këtë komision edhe del me votim të hapur, ashtu që munden me bu. Kuvendi është vend ku votohet. Nëse nuk do një mënyrë, do të më provu mënyra tjetër. Po gjithsesi nuk e din për çka vinë nëse nuk vinë për me votu. Nëse po presin që me i hub kredibiliteti këtij procesi në tanësi, ty e bo monotone, ty i rrit numrat e seancës, për shembull 35, 36, 37, hajde 40, hajde 50, hajde sa dush përshkojmë, por nuk është që e kje peshën e përgjithësisë. A keni të drejtë ju me zbloku prap komisionin më këthy në votim të hapur, edhe me marrë pjesë. Kanë ata, pse s'mi marrin ata, ta e në ma shumë, apo thojnë ata. A jenë 63 nënën tjetër, le ta marin. Ju po thoni si kjo mund me qenë një strategji për me banalitet me numra 36, 37, 38. Jo, nuk po thojmë na fare strategjin. Se shumë po diskutohet veç për strategji tona ose po paragjykohet. O shpon s'kanë me qitë kandidat. Prej ditës parë kemi pas kandidat. Mimoz, pse është insistimi për votim të fshet? Pse është insistimi për votë e fshet? Qa mund e me ndryshu qëndrimi deputetëve në votën e fshet? Edhe nuk i nxall kjo dilemat. Konstituimi i kuvendit nuk është çështje e pushtetit ose e qeverisë. Është çështje e funksionalizimit të institucionit më të lartë i cili mandej ka mi zgjedh qeverinë. Edhe tash pjesa e konstituimit të kuvendit bashkë me propozimin e
grupit më të madh parlamentar në këtë rast, për kryetarët të kuvendit ose për kryetaret të kuvendit, është e drejtë e cila është jo vetëm që është shkruar në kushtetut, po është rikonfirmuar me gjykim. Tash,